Nga shqyrtimi i materialeve që u paraqitën në Këshill rezulton se akuza penale ndaj deputetes Belinda Balluku nuk ka ndryshuar dhe lidhet me veprën penale të shkeljes barazisë pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, sipas neneve 258 dysht kodit penal. 2. Nuk ka akuzë për korrupsion. 3. Nuk ka akuzë për pengim drejtësisë, ndryshe nga sa parashtrohet në kërkesë, por ndryshe dhe nga sa u parashtrua sot në raportin e pakicës parlamentare. Provat mbi të cilat mbështetet kërkesa janë në thelb të njëjtat prova që kanë qenë në dispozicion të gjykatës posaçme në momentin kur ajo vendosi masën fillestare të sigurimit personal, ato të ndalimit të daljes jashtë shtetit. Nuk ka asnjë ndryshim rrethane nga ky moment dhe deri në momentin kur ky kuvend po shqyrton këtë kërkesë sot. Deputetja ka respektuar plotësisht masën e sigurimit të vendosur nga gjykata. Duke patur në dispozicion të njëjtin material provues, gjykata e posaçme kishte vlerësuar më parë se masa më e përshtatshme dhe proporcionale ndaj deputetes Balluku ishte ajo e ndalimit të daljes jashtë shtetit dhe jo arresti. Dhe sot me të njëjtat rrethana i kërkohet këtij kuvendi të marrë atribute gjyqësore dhe të lejojë zëvendësimin e një mase më të lehtë, të përshtatshme sipas gjykatës, me një masë më të rëndë, ato të arrestit në burg.